Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në këtë të shtunë në kuadër të emisioneve të cilat do t'ja dedikojmë festës së Ramazanit, më konkretisht ligjëratave të ndryshme me të ftuarit tanë. Ju kemi premtuar se temat do t'jenë nga më të ndryshmet. E sonte do të flasim për Kuranin, do të flasim për shëmbëltyrën e njerëzimit Muhamedin, për sadakin, për shumë elemente tjera të cilat lidhen me njerëzimin gjithsesi, me solidaritetin, bujarin dhe mënyrën e të qenurit njerëzor dhe human, jo vetëm gjatë Ramazanit, por gjatë gjithë vitit. E për të diskutuar këto çështje, edhe sonte kemi njerëz kompetent të cilët janë nga komuna jonë dhe do të përpiqen t'i përgjigjen pyetjeve tona. Me mu në studio është Hafëz Safet Efendi Hoxha, imam në Xhamin Sulejman Hadumaga në Gjakov. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë kemi gjithë. Gjithashtu edhe Hoxha Abdurrahman Efendi Bejdullahu, imam në Xhamin e Re në Gjakov. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Një muaj Ramazan, plot begati, plot dashuri, mirënjohje, falëndërim ndaj Allahut dhe shumë gjëra të mira të cilat i kanë shoqëruar gjithë besimtarët islam gjatë këtij muaji. Si po ju duket, si shkuan këto ditë? Shkuan shpejt? Për fillim po falenderojmë Allahin xhaleshanuhu, salavat mbi Hazrat Muhammedin alayhi salatu wassalam. Edhe po shfrytëzojmë rastin edhe ne nga ana jonë falenderojmë, ti përshëndesmi teleshikuesit tuaj të cilët kanë qenë gjatë këtij muaji duke i përcjellë misionet tona, si dhe juve. Padyshim se këto ditë të Ramazanit, siç është bërë edhe pak traditë dhe viteve tyne pranverore, po ecin shpejt ditët e Ramazanit, adhurimi i njerëzve po shtohet, numri i besimtarëve vite për vit po shtohet, edhe nëpër xhamia edhe ata xhirusit të cilët janë nëpër shtëpiat e tyne. Kështu që atmosfera e Ramazanit mundem me thonë Gjakov, po edhe në tërë trojet shqiptare, sapo mundem i përcjellen përmes rrjeteve sociale, është një përmirësim, është një ecje ka besimi, një kthim nga besimi, nga adhurimi, nga përkushtimi ndaj Madhit Zot për ta fituar kënaqësinë e tina. Kështu që Zoti i Madh inshallah këtë Ramazan e ban të pranuar, begatshëm, bereqetshëm, inshallah çdo besimtari që ka agjeruar, ja shton sevapet, ja ruan ato të mira që i posëdon dhe ja shton ato, ndërsa gjithë neve që jemi munduar pak a shumë ta orientojmë, ta drejtojmë xhamatin, pak a shumë edhe në ato kuptime të tjera, ta ngrismi pak nivelin e tyne, ka dia, ka adhurimi, ka falja, inshallah Zoti edhe neve na i lëson në pranon, edhe bëhemi ne dhe xhamatet tona dhe njerëzit që dojmë kemi afër të një rrugë për ta kërkuar të mirën, atë më të lartën, atë që Zoti e don dhe ja kërkon njeriu në këtë botë. Faleminderit. Ju nga Ramazani në Ramazan, si ishin ndryshimet? Duket sikur ka ndonjë veçanti secili muaj? Padyshim që 12 muajt e vitit janë të Zotit, ati qofshin falë. Edhe Ramazanin e kemi prit me latin e gëzim, duke lutë Zotin e fillim të na bën pjesëmarrës dhe hisetar në to. Por tash kanë filluar me dalë lot gëzimit dhe përmallimit që po ndohen nga ky muaj i bekuar. Padyshim se si besimtarë jemi të atill që Zoti na ka treguar në Kur'anin famlar të ka ditë të shpejta, ditë të caktuara. Dhe në fillim ndoshta na mundu që a ka marrë fitë Bajrami, a kena me zonatën e 4-it, a thu vallë, kena shëndet, kena mundësi, po e që shkun shumë shpejt. Edhe neve si besimtarë më na vetë, çdo xhirusi na përcjell përmes të vësyrit, është diçka shpejt sepse Zoti ka treguar që është i shpejt. Dhe viti po vjen që besimtarët e kanë marrë si përgjegjësi për kuptimin, sidomos natës së katë dhe fundin e këtij 10 netësh të fundit të Ramazanit, vetëm që shifet gjallënie e madhe nëpër qytetin tonë, veçantinë për xhamit që kemi duke fal namazin e natës dhe shumë obligime tjera që i bëjnë. Edhe tash jemi sikur puna grupetçarit, ne me diasporë jemi mësuar shumë. Ata diasporë si presim me gëzim dhe kur vim gëzohen për mallohen, momenti kur vjen munda për tyre, padyshim që është mërzi e madhe, edhe për ne është pak një farë mërzie, po dash Zoti na bën ata të është i kënaqur me ibadetet tona, me punën tona që kemi bë dhe shpërblimin e presim vetëm për ati. Po, faleminderit shumë. Do ta nisim krahas këtyre përshtypjeve se si ka shkuar ky muaj, do ta nisim me atë më të rëndësishëm, pejgamberët si udhërfyes të rrugës së drejtë.
Çfarë do të na thonit? Si do ta komentonit këtë frazë? Padyshim që pejgamberët janë udhëzuesit më të mëdhenj të njerëzimit dhe Zoti i Madhëshëm i ka veçuar ata në shumë aspekte, në cilësi, në anën edhe fizike. Janë njerëz të cilët kur janë zgjedhur më të mirët e kohës, më të mirët e këtë atyre njerëzve, se kanë pas për ta pranuar një emanet nga Zoti, një lidhshmëri, një gjë e cila nuk mund ta barë gjithkush, prandaj ata janë vërtet udhëzuesit edhe njerëzit më të dijshëm të njerëzimit, duke filluar nga njeriu i parë Ademi, i cili ka qenë edhe njeriu i parë edhe pejgamberi i Zotit, edhe mandej numri i tij në shumë i madh, në disa dhëna historike thuhet 224.000 pejgamber. 24.000 pejgamber, prej tyne janë të përmendur në Kur'an 25, ndërsa të tjerët nuk përmenden, por thuhet wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, nuk ka pas popull veç se ka pas një të dërguar. Që jemi kuptuar se në historinë e afërt apo të lartë, njerëzit secili popull ka pas një dërguar i cili ka qenë i tyre, i mesit tyre, ka folur në gjuhën e tyre, edhe ka kryer atë detyrën e Zotit për t'i udhëzuar njerëzit në gjërat jetësore, për t'i lidhur me besimin në Zotin, për t'i larguar, ka qenë gjatë historisë problem idhujtaria. Këtu pejgamberët kanë luftuar idhujtarinë, se nuk as dhurohet askush tjetër poshtë një Zoti. Pastaj çështjet morale janë munduar në secilin vend, në secilin rajon që kanë qenë si pejgamber të dërguar, pavarësisht gjërat të cilat janë kanë dëmshme në atë vend, për shembull dikun amoraliteti, dikun ka filluar peshoja nuk i kanë kushtuar rëndësi, është dërguar ai pejgamberi ka folur në atë drejtim, dikun ka pas çështje më të mëdha të besimit, edhe çdo pejgamber thuhet si e shohim edhe në Kur'an, fjalët e para ka thënë unë jam i dërguar i Zotit te ju, adhuroni ndëgjoni vetëm Zotin tuaj, unë nuk kërkoj nga ju ndonjë shpërblim për këtë që kry misionin, jam është vetëm komunikimi, udhëzimi, drejtimi, këshilla e mirë, e juve ju takon pastaj ndëgjimi. Edhe është një gjë e cila është vërejt në Kur'an shumë kjo, të pejgamberët, pasi kanë kryer një pjesë të misionit të tyre, pavarësisht se ka qenë i gjatë apo i shkurtër, nëse janë mohuar nga besimtarët, edhe janë sjellur keq, atëherë kanë pasur edhe dënimet. Kështu që kemi një pjesë të madhe të pejgamberët popullit si Nuhi alayhis salam, thuhet ka qenë vit 950 vite në bazë Kuranit, ka komunikuar, ka thirrën natën, ditën, s'ka lënë njeri pa e taku, pa folën, mirë po ka po që nuk ka sukses puna tina, ata ju ka lu Zotit këtë gjenerat, çdo ke bërë një tjetër më të mirë se ai. Njështu Salihu, Hudi, disa pejgamber, Musa alayhis salam, do thotë krahas dyat kanë qenë, edhe këshilla dhe mira dhe thirrja, por nëse nuk janë përgjegjur dhe kanë njerëzit në të tyre në atë amoralitetin, mosbesimin e tjerë, atëherë kanë pësuar edhe dënimet. Përkundër arës se Hazreti Muhamedi alayhis salam, do thotë pejgamberët e fundit si është Isa, pejgamberi jon, në këto kohë nuk i kemi ato dënime, për shkak se edhe Kurani shënon thotë o ma arsalnake illa rahmatan lil alamin, ti ke ardhur mëshirë për tërë botën. Kështu që edhe njerëzit edhe pse nuk e besojnë, e mohojnë apo edhe kanë sulmu, nuk ka ardhur dënimi drejt për drejt nga ana e Zotit për t'i zhdukur gjithë. Në mesin e tyre ka pasur mandim më vonë janë kthyer në besim, e për shkak gjeneratave tjera Zoti s'e ka zhdukën. Si thuhet me kasta apo ata kundërshtarët, për shembull kohën kur është dërguar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë, për mbledhjet do thotë pejgamberët vërtet janë njerëzit më të jashtëzakonshëm që kanë ardhur në botë, kanë pasur mrekullitë e tyre, kanë pasur fakte të cilat i kanë bindur njerëzit se këta janë vërtet dërguar nga Zoti. Nuk mundet një pejgamber të jetë gënjeshtar, zgjidhet pejgamber, mos të jetë besnik. Anën fizike, siç thash, është më i mirë asgjë si mungon. Veshët, sytë e tjera, gjitha gjymtyrë e tjera. Dhe pejgamberët duhet me qenë modeli për njerëzit në çdo aspekt, si në pamje, si në sjellje, si në gjitha anë njerëzore. Faleminderit. Sonte do të shkojmë pak edhe nga historia. Duke ditur që secila familje muslimane ka të ekspozuar diku në raftet e dhomave të tij Kuranin, por nuk e di nëse e kanë lexuar të gjithë, apo është dëshira për ta mbajtur të ekspozuar, për ta pasur në ambientet familjare. Na tregoni pak, Kurani, njeri dhe njeriu sot. Si duhet ta shpjegojmë këtë? Cili doni? Fizi është për Kur'an. Po.
Mirë, atëherë nëse edhe për Kuranin diçka kishim thonë. Kurani është libri i fundit i Madhit Zot, që ju ka shpallën Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam, në natën e Kadrit, të cilën ne e presim tashti. Edhe është libri i cili është i përgjithshëm për mbledh të gjitha librat tjera hyjnore që kanë qenë. Në të faktikisht nuk Zoti thotë në Kur'an thotë "O ma farratna fil kitab min shay", nuk kemi lënë asgjë mangu në Kur'an pa përmendën për çështjet jetësore, njerëzore, çka do që i duhet njeriu në çështjet e besimit, në çështjet e sjelljes tina, moralit, dispozitave e gjitha anëve tjera, kështu që filluat mas pari me besimin, adhurimin në Zotin, madje mirësjellja, çështjet familjare, martesa, drejtësia, barazia, gjitha tematika thuja i gjenë në Kur'an në detaje të ndryshme, do thotë për aq sa ka nevojë të elaborohet, të sqarohet diçka, e gjemë në Kur'an si çështjet e hajës, pijes, veshjes e tjera, do nuk gjen diçka që nuk ka në Kur'an, vetëm se duhet një shpjegim adekuat tipet për se. A mjafton vetëm ta mbajmë në shtëpi apo duhet lexuar gjithsesi? E kjo vjen ato që Kurani ka mu anku te Zoti, është edhe në Kur'an, thot o Zot, inë kam të khadhu hadha al-Kur'an mahjura. Për njerëzit e kanë marrë këtë Kur'an mahjur, është ashtu si po thotë me lënë në raft, për zbukurim, edhe mes me marrë me qelën, me lexu, me eduku, me marrë dijen e tina. Inshallah tash Zoti ka dashur që ne jetojmë në kohën kur janë bërë dhe përkthimet e Kur'anit, do thotë ne kemi tash që ne kemi Kur'an vetëm arabisht, të cilin përpara vetëm hoxhallarët kanë mujt ta kuptojnë edhe ta sqarojnë, ndërsa tani është mundësia tjetër, ka përposh përkthimeve ka edhe komente që janë shumë të nevojshme, do thotë se Kur'ani nuk kuptohet për gjithë cilit, po i duhet një lloj sqarimi, një lloj komenti tipet për dietarëve, kështu që tani elhamdulillah Zotit, populli shqiptar i ka disa përkthime të Kuranit, ka edhe thash komente klasike të cilat janë në botën islame të njohura, edhe tash për një studiues, për një që interesohet për ta lexuar Kuranin, për ta kuptuar fen nga burimi i parë, e ka të mundur shumë lehtë, qoftë intelektual, qoftë edhe tjetër njeri i cili don të lexon ta sheh veten pranë fjalës Zotit. Po. Faleminderit. Ne të mëdhaja, apo siç i quajmë nata e Kadrit edhe net të tjera, besimtarët sikur i presin, mezi presin të vijë ajo natë për t'u lutur, për të kërkuar më shumë nga vetja, edhe për të komunikuar shpirtërisht më shumë me Zotin. Sa është rëndësishme nata e Kadrit gjatë muajit të Ramazanit? Dhe pse është rëndësishme? Mua në natën e Kadrit ka zbrit Kurani famlar që folëm pak më herët, hafizi nderuar. Ajo është interesante, Kurani famlar dita ditës kërkohet më të madhe, si në botën tonë, po në vendin tonë. Vlen të theksohet se Këshilli i Bashkisë Islame me departamentin e nisë që ka, në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit ka shpërndarë mbinimi kopje në shtetin tonë. Dhe thuaj se gjatë vitit mbitrimi kopje dhe kërkesat janë të vazhdueshme që të kemë. Qëndron për shtëpitë tona, lidhen pak më herët me pyetjen që patëm, sepse e ka një falloj bereqeti. Familjarët herë kur do kur të bëjnë një fjesë, ndonjë martesë, syneti, apo mëse bëj Zot ndonjë tërmet që ndodh, mundojnë ta shfletojnë, e ka atë efektin edhe besimit të vet, dhe është parashur tregon një besim që ka muslimani. E ky Kur'an deri te Zoti të zbret mua në natën e Kadrit, natë e cila është më vlefshme se sa 83 vite nëse vendoset lapsi e ca muaj, e që besimtarëve ju ka dhënë Zoti atij qofshin fal autoritetin dhe privilegjin ta kërkojnë 10 netën e fundit, padyshim që nesër është nata që supozohet të jetë nata e Kadrit, dhe secili nga besimtarët ka projektin e vet që ta zanë shpërblimin, sepse nëse merr akit dhuratën nga i Madhe Zot 83 vite është sikur me fal namaz, sikur me agjëru Ramazan, sikur me bëu bamirësi, sikur me bëu respekt ndaj prindit dhe shumë gjëra të tjera që besimtarët bën. Si e merr ajo dhuratë ose pse duhet ta pres atë dhuratë? E pres sepse ka treguar Zoti, është premtimi i Zotit i cili nuk kthehet asnjëherë. Thotë Zoti në Kur'anin tregon që është khairu min alf shahr, do të thonë më e vlefshme se sa 1000 muaj. Vendoset lapsi 83 vite ca muaj dhe besimtarët presin me gëzim. Shpesh na marrim shembull në punët e tokës me ato të qiellit, ku vendos dikush nga bizneset e ndryshme, ofertat të ndryshme, i shef qytetarët në rresht, sepse ka ra buka sot 20 centi, dedje ka qenë 60 cent, dhe ora buka që shitet është 1 deri në 2.
dhe këtë qytetarë shkojnë presin për ta marrë çatë dhuratë sipas asaj që e japin. Edhe ne këtu zgjohëm natemi familjarisht me familje, secili me xhamatin që ka, me lagjin që e ka, mundohet ta kërkon natën në pjesën e tretë të natës, që Zoti na ka mësuar që me bëu dua sa më shumë lutje, që Zoti e pranon lutjet tona, duat tona, dhe çdo gjë që kemi nga i madh Zot ta mbajmë shpërblimin e saj. Dhe padyshim besimtarët pas kësaj ndijnë qetësimin e shpirtit, plotësimin e begative, kërkesat që kanë pas më herët, shërimin e shumë smundjeve dhe shumë gjëra të cilat besimtari ka nevojë për Zotin atij kofshin fal. Domethënë është shumë e rëndësishme që të përgatitet edhe psiqikisht besimtari për natën e Kadrit. Padyshim. Po? Nata e Kadrit edhe që pjesë nata e Kadrit e mur këtë vlerë, siç e tha edhe Hoxha Efendia, zbritja, fillimi i zbritjes së Kuranit. Kurani ka zbrit për Levh-i Mahfudhit, për pllakës së ruajtur në qiellin e tokës, edhe nga qielli i tokës ndaj Hazreti Muhamedit për 23 vite. E tash vetë pse ka filluar aq është i vlerëshëm ky libër për njerëzimin, vetëm se ka filluar zbritja e tij, atëherë kjo natë ka fituar atë vlerë aq të madhe. Se në fenë islame simbolika e saj. Simbolika do të thotë se janë vendet, për shembull, vendet e shenjta që kanë vlerë shumë të madhe si Qabia, Xhamia e Pejgamberit, Jerusalemit, janë xhamia në cilat njeriu nëse falen to e fiton sevapin shumë më të madh. Sa 100.000 sevap thuhet në Xhamin e Pejgamberit, 1.000 atje 550. Këto janë shejtëria e vendeve. Këto janë të kohës, edhe sikur Ramazani që e ka atë vlerën shejtërinë e vet, ashtu edhe nata e Kadrit, e disa në tjera të cilat janë disa ngjarje që kanë ndodhur. E besimtarët në vendin tonë i kanë përcjell këto nata e madhe, nata e bardhë, siç i thonë në Shqipëri, do të janë disa mbrana vitit, mirë por nata më e madhe gjitha netëve tjera është kjo nata e Kadrit, e cila është inshallah, si thuhet në një hadith i pejgamberit sa kush e nxen natën e Kadrit apo e kalon natën e Kadrit me besim dhe për kushtim Zotin edhe me shpresë, do të i falen gjinahat. Mandej edhe asti Aisha, gruaja e pejgamberit, thuhet e ka pyet pejgamberin se ai ka thënë nata e Kadrit mundet me kohë prej natës 21, 23, 25, 27, 29, kështu në teka në Ramazan, fundin e Ramazan, e po pyet gruaja, po thotë, o i dërguar i Zotit, po çka të thojmë nëse nxejmë atë? No? Thotë vënë që do, Allahumma inni ka afuun, të hibul afe fa'fu anna, o Zot ti e falës, e don faljen, na fal. E shumë e bukur. Kjo do e shkurt, o Zot ti e falës, e don faljen, na fal. Kjo e përmbyll doan e përgjithshme. Shumë përmbajtësore për secilin prej nesh. Bujaria, solidariteti, harmonia mes njerëzish, janë këto thirrje të vazhdueshme gjatë gjithë vitit kalendarik, por sikur në Ramazan bën thirrje më të shpeshta, më të shpejta, që secili të reflektojmë mbi veprimet tona, të jemi sa më bujar, të jemi sa më solidar. Ju punoni vazhdimisht në këtë drejtim dhe komuniteti ynë ju njeh për punën tuaj që e bëni. Sa është e rëndësishme bujaria dhe solidariteti mes njerëzish, sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Bujaria është pjesë e besimtarit musliman dhe kanë ardhur shumë transmetime që nuk qëndron në zemrat e muslimanit edhe kooperacia edhe bujaria. Do thotë duhet me largu njëri prej tjetrës, se ne e kemi marrë ka dorë Zoti bujarinë dhe bamirësinë. Shpesh tonë kishte me ndodhur Ramazan çdo 13 ditë. Se çash njerëz të japin, domethënë avancohen, ja dinë vlerën dhe mundohen të jenë shumë afër nevojtarëve. Dhe kjo në gjotë tërë vitit, po ajo që është kryesore, sidomos edhe nesën e fundit të Ramazanit, shumë nga besimtarë kanë projekte të vazhdueshme. Dikush nga ata mundohet që çdo net ta shpërndon nga një zarf që ka një vlerë 100 euro. Me qëllim që thamë më herët me arrit shpërblimin të 83 viteve, dikush nga një pakë ushqimore, dikush ta bën nga një vizitë për spitale, dikujt ja paguan medikamentet, por projekte të cilat besimtarë kanë jetën e vet të përditshme. Po këto shtohen padyshim. Dhe kjo jep të kuptohen se muslimani është ai i cili mendon edhe për të tjerët. Ramazani ka ardhur duke na mësuar vetë pejgamberi i Zotit që është modeli më i miri, se ka qenë shumë burjar gjatë tërë vitit dhe nuk ka refuzuar kurrë nëse diçka kërkohet nga ai, padyshim që ka jap, por gjatë muajit të Ramazanit ka shumë fishuar bujarinë e tij. Dhe duke shkuar nga ky parim ka dorë Zoti që edhe në vendin tonë bamirësit e kemi të shumë, qoftë nga vendi, nga bizneset, nga diaspora, që jemi shumë njerëz dhe falendërues për ndihmën dhe për krahun që na japin vazhdimisht dhe punën që bëjmë me ta,
dhe shihet rezultati që tash sa vite ka dorë edhe vrafninja të njëjtën kohë dhe shumë familjarë që kanë marrë pak ushqimore, kanë filluar të hekin emrat nga lista, të largohen vetvetiu, sepse është rrit ekonomia ka dorë që Zoti me qenia sociale dhe besoj që për një kohë të shpejt, shpesh kemi thonë që mundohemi që kemi edhe na dëshirë shoqatë ta mbyllen atë aspekt sepse me një aspekt kemi këto obligime që kemi marrë nga këtij vendi. Përfundimisht ju thoni se njerëzit e komunës tonë janë shumë solidar, apo? Tepër solidar. Ajo është e mira sepse shumë japin, por e mira të Zotit që shumë e për ne shoqatë është pak që nuk kanë qenë publikohen. Atë kjo është domethënë ne si besimtar kemi dëshirë të publikojmë me qëllim me nxit të tjetrin, por për shembull kemi Ramazan që një filan restorani ka janë iftara çdo 5 veta për çdo natë. Tash dikuj duket pak 150 veta gjatë muajit, dikush e ka marrë përsipër, diçka që ai ka gjetë veten e vet dhe shumë ka bojartu. Kemi që babatorë që thjesht çdo natë mungër pa parë. Kemi domethënë banatorë që gjatë muajit Ramazan gjejmë disa familje që merr medikamente pa asnjë cent. Domethënë shumë më mirë sa kemi në komunën tonë që na përcjellin dhe na ndihmojnë vazhdimisht. Po padyshim që të Zoti janë të shumë, po momenti që s'lejohet publikimi i tyre, edhe ne po mundohem të them filon familja, filoni vend dikush jep 1000 iftara, 1000 iftara dikujt duken pak, po për ne Gjakova shumë. Ku mund t'i duken pak? Është në atë aspekt sepse tash 1000 iftara me ato vazhdojmë tër muajin, domethënë. Po, e bëni një farë sistemi që t'i gëzoni të gjithë nga pak. Ke gjithë nga pak, mundohem që amanetin që marrim nga ata, ta dërgojmë vendin e duhur ku Zoti është i kënaqur dhe ka shkuar tepër mirë me të vërtetë. Shumë shpesh kemi dëgju moshën e tretë, posaçërisht të thonë gjatë Ramazanit, keni kujdes, zekati, sadakaja është shumë e rëndësishme. Ndoshta të rinjt mund të mos e kuptojnë si terminologji, por realisht duket sikur janë dy elemente shumë të rëndësishëm për secilën familje islame. T'ju bëjmë pak më të qartë, pse duhet bërë ose pse duhet qëndruar besnikën ndaj zekatit edhe sadakit? Tash kemi zekatin, sadakën, edhe sadakatul fitri tash është çipet në Ramazan. Zekati është interesant në Kur'an, namazi, salat, zekat, që i thonë tash arabisht kështu, janë përmenden në Kur'an mbi 70 herë edhe bashkë njëri tjetrit. Ai që falet, nëse mrin pasurinë atë në sabën asasin që duhet me dhënë zekat, tash është si vjet 7500 euro diçka ashtu. Nëse këto fëpari rrinë aty në mrena vitit, ai duhet me dhënë zekat. Kjo është farz. Sikur Ramazani, edhe zekati është farz. Edhe sadakaja është lëmosh, e cila mundet me dhënë njeriu sa don. Nuk e ka caktuar. Ama zekati është i përcaktuar, si në pasuni, si në kafshë, si në... Sa është i përcaktuar? Ajo 2,5% nipet, do thotë nëse i ka tash 7500 euro, apo 10.000 euro, tash i jepet 250 euro jep. Në vit? Në vit. Po. 20.500, sot i shtohen do të jep. Një ashtu jep në kafshë nëse i ka do të lop dele e tjera, nëse është të përcaktuar nëse jep. Kë sadakaja nuk ka përcaktim, njëri jep 5 euro, 10 euro, 500 euro, mundet me dhënë gjatë tërkohës, nuk është edhe viti me kaluan. Ndërsa sadakatul fitri jepet vetëm tani në Ramazan. Zakonisht njerëzit e na janë mësuar prej natës madhe deri prej natës katërt deri para se mu falen Bajrami e japin sadakatul fitrin. Edhe që të gjitha këto jepen normal, hoxha është më kompetent të fol për këto. Njerëzve të cilët janë të varfër, janë do të thotë ato i plotësojnë kushtet e pranimit të zekatit, ndërto edhe Bashkia Islame e Kosovës i pranon sadakatul fitrin dhe zekatin për shkak të institucioneve që ka arsimore, medreseja, fakultetet të cilat mbahen përmes këtyre dy fondeve, ndërsa sadakaja është shumë e lirë. Njeriu jep të afrin të varfrit atyre njerëzve të cilët ai dëshiron t'ia jep. Sa janë gatshëm t'i respektojnë këto? Më të vërtet shumë. Edhe ajo që është me vullnetin e lirë, që mund t'i japësh sa ti mendon që mund t'i japësh, apo edhe ajo që është e detyruar në bazë të financave që ti merr gjatë vitit edhe të ndash edhe për dikë tjetër. Fetarisht duhet të nda, që është hafizi nderuar, zekati është obligim. Ku themi obligim, sikur namazin që e kemi, sikur agjërimin që agjerojmë. Po përkënd është obligim për ata që janë të pasur,
dhe që arrin domethënë shumë mbi 7500 që tha Hafizi nderuar, dhe nga kjo i pen 2.5%. Këto ka vënë Zoti ti qofshin fal me tregu të pasur që ka koha një vit të mendosh për ata që kanë nevojë për ty. Zoti ti qofshin fal i ka dhënë të pasurit dhe i pasurit ti duhet më dhënë në këtë aspekt varfër. Dhe me këtë mundësi shtohet pasuria e tij, pastrohet pasuria e tij, nuk është diçka që ja merr dikush me zor, mëse po Zot, po me vullnetin e tij, dëshirin e tij të plot. Dhe kjo ka filluar me vite, ka dorë Zotit të fuqizohet shumë familje dhe biznese që vijnë nëpër zyrat tona dhe japin pjesën e zakatit dhe me ato pastaj shpërndajnë. Kurse sadakaja apo lëmosha është e vazhdueshme, që ka thënë pejgamberi Zotit, më mirë është me qenë e vazhdueshme, qoftë edhe pakt. Nëse marrim shembull gjatë 12 muajve, e marrim një bonjak dhe ati bonjak e japim nga 50 euro çdo muaj, i bën 600 euro viti. Ma mirë është kjo dashur tek Zoti, se sa t'japim vetëm për një herë 600 euro. Domethënë, secili gjen atë metodën e vet ku i flan zemra dhe na mendojmë që të shkojmë sipas asaj që bën mirë si në këtë rast, apo i pasuri, apo biznesi e ka përcaktimin e vet. Gjendja financiare e njerëzve mund të ndryshojë. Mund të jetë të marrë 10.000 euro në vit, por një vit tjetër mund të ketë pasur diçka që si ka ecur mirë biznesi dhe ndoshta është shumë keq financiarisht. A ka raste kur edhe kur janë keq e kryejnë sepse kanë vend botash pjesë të përditshmërisë të tyre dhe duhet me çdo kusht të qëndrojnë besnik atij obligimi? Po zakati shkon rritet sipas monedhës që është ari, domethënë sipas florit që është lëviz çmimin botë dhe vjet ka qenë për shembull 5200. Dhe kemi pas raste që kanë ardhur njerëz unë kam bërë vetëm 4000, po kam qef me jap. Në këtë rast nuk obligohet. Do të thënë esenca është obligimi, esenca është dëshira e njëjtë. Edhe si ato 7500, ka dikush i ka bëu 6000, po ka prapë me dëshirë me jap. Do të thonë obligimi nuk i kemi nga i madhi Zot, por dëshira për më dhënë është e vazhdueshme. Dhe secili e gjen atë vendin ku ai dëshiron. Po ndodh raste për shkakun që njëti biznesmen që ka dhënë vjet, si atë s'ka mundësi me jap, sepse si ka plotësuar domethënë nisabën apo kushtet vitinashëm ndoshta ja pak më shumë, dhe kjo shkon sipas llogarisja e bën në fund të vitit, e që shumica besimtarëve e bojnë në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, e që kanë dëshirë nesër për shembull, natën e Kadrit deri në fund të fitës së Bajramit më jap sa më shumë që më zgjedh as shpërblimin që tha Zoti me vlerësën e 83 muaj. E ky procesi i sadakavitrave respektohet nga të gjithë besimtarët? Shumë, në komunën, sepse është në ndërgjegjen e tyre personale. Në komunën e Gjakovës ka dorë Zoti vit shtot, është duke shtu ka dorë Zoti, edhe shumë është simbolike, po vitet e kanë një farë metodë të mirë, se ka thonë pejgamberi Zotit, është gabimet që kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, veçanti gjatë agjerimit, pa dashje fjala, ky vit na plotson. Më thonë qoftë nga harresa, qoftë pa dashje, apo në ngasmim që kemi pas, apo në debat pa nevojë, dhe një nga njëri me njerëz krijesa dalim nga njëri nga rregulli që i takon mos më dal besimtari, e ky vit është një atë kohë për të plotësuar agjërimin ton, edhe e dyta që është kryesore për ta gëzuar në fitë Bajram ata që s'ka më gëzu. Dhe këto mbledhen dhe dedikohen për ata që nevojtarë që ne kemi në komunën tonë. A është obligimi i njëjtë, nuk është, por thjesht a mund të ndihet mirë me veten ai i cili i jep sadakavitrat, por për X arsye nuk ka pas mundësi të agjëroj Ramazanin? Ajo besoj unë shpërblehet këtë anë që jep, se të Zoti nuk më pas gjë. Edhe në jetë i mirë i tina, do të thotë këtë mungesën tjetër të cilën e ka, Zoti gjikon, ne nuk kemi drejt me i gjikuën, e bëhet për Zotin, se agjerimi bëhet vetëm për të madhin Zot, ai mund t'ja din arsyet pse nuk ka bën një obligim tjetër se ka kryen, përndryshe ai sadakatul fitri jepet edhe për fëmijën i cili nuk agjeron fare. Jepet edhe për atë agjeron që agjeron edhe atë që nuk agjeron. Kjo është një lloj, siç tha hoxha, një lloj pastërtie për të ruajtur edhe agjerimin, po edhe a është në numrin e antarëve të familjes, apo sa don? Po. Thjesht. Sa antar, për secilin antar jepet. Për secilin antar të familjes. Nëse edhe lind fëmijën natën e Bajramit jepet edhe për ta. Siç thuhet edhe një antar i familjes. Çfarë do të më thënë? Në qoftë se ende nuk ka lindur aty nuk obligohet. Dihet që është. E rëndësishme është që s'bën mos me kry këtë proces, ha? Dora në zemër në fejt nuk ka dhunë. Kjo është sipas dëshirës, po qytetarët janë vëdësuar shumë. Ajo që duhet theksuar dhe tjetë e kot falendëruar si bashkësia islame,
kanë besim të madh tek ne dhe ne falendruesim ndaj tyre sepse si në zyrët tona që kemi, si nëpër xhamia, si nëpër arkat apo man të kontos, e kryejnë obligimin i cili është për ta simbolik, po për fukaran dhe nevojtojnë që në peshë të madhe, sepse 5 anëtar kushtojnë 15 euro një shumë, e cilat nëse është në lapsin ndodhin shumë familjarë, të cilat me ato pastaj gëzohen. E mirë është mi jap të gjithë, po besoj që ajo që na shërbejnë këto emisione edhe për të promovuar. Ato që ka japin që edhe shumë familjarëve tonë që s'ka na gjur japin, domethënë është interesant se edhe ai ka dëshirë të qenë pjesëtar, hisetar i këtij shpërblimi, tash është agjërimi në vullnet i brendshëm. Në namazin ku ta falim çdo kush na shef, ku shkojmë qabe në haxhi çdo kush na shef. Mirë, po ku ta agjërojmë në Ramazanit pa kush na shef, ai nuk kemi agjërueshëm. Tash në fund secili e din as shpërblimin e vet se merr nga i madhi Zot, do të kanë qenë gjithë buan hisetar dhe padyshim që Zoti ju shton të mirat e tij. Po. Dishte të thotë që është në kohën e Hazreti Muhamedit ka ndodhur kjo, dha fukarat se normal ajo ka qenë edhe kohë tjetër fukarallëkia ka edhe më i madh, po për sadakatul fitrin thuhet edhe ata kanë dhënë njëri tjetrit, janë marrë vesh atë unë po të jap tyje sadakatul fitrin që të lirona, edhe ai ja ka kthy këtij. Do të thotë vetëm mos me pa e dhanë. Po. Do ta shkëpusim për pak, sepse është koha e ezanit të akşamit, ezanit të Ramazanit, kur ne do t'ju urojmë të gjithë atyre të cilët sot kanë agjëruar edhe që po vazhdojnë të agjërojnë, agjërim të lehtë. Shkëputemi për pak qaste, rikthehemi prap. Kemi dëgjuar edhe ezanin e akşamit dhe kemi uruar të gjithë besimtarët tua ketë pranuar të gjitha besimet për ditën e sotme, ndërkohë që ne vazhdojmë edhe për pak minuta diskutimin e sotëm. Po flasim e po diskutojmë vazhdimisht për të mira që mund t'i bëjmë secili prej nesh, se si të jemi më bujar, më human, më njerëzor, të respektojmë njëri tjetrin, ta duam Kuranin, ta lexojmë me kështu me radhë, do të shkëpusim pak edhe për shëmbulltyrën e njerëzimit, për Muhamedin a.s. Ju dini mirë të na spjegoni këtë. Na ndaj pak momente se si ta kuptojnë më mirë rëndësinë e tij. Vërtet ashtu siç e thatë dhe ju, është shëmbulltyra e njerëzimit.
më e madhja është që Zoti vetë e ka livduan si person përpos që e ka zgjedhur si vullë të pejgamberve. Edhe kur erdhin në këtë botë, ka ardhur pak më ndryshe se sa njerëzit tjerë të rëndomët. Ka lindur jetim, është rritur në mbikëqyrjen e të afërmit e gjyshit e të tjerëve, derisa ka mri moshën 40 vjeçare dhe i ka ardhur pejgamberllaku, po mbrana kësaj kohe 40 vjeçare nuk dihet kurrëherë që ka bën një gabim, një lëshim, edhe pse s'ka qenë si pejgamber. Po përkundrazi është livduar me sifat, me cilësitë e tina si besnik e mirë e tjera. Pastaj mas si është përzgjedhur si pejgamber, atëherë ka marrë detyrën e rëndë Zotit, ashtu siç kur e pranon edhe shpalljen, momentet e para kanë qenë mjaft të rënditse për ta. Nuk gjen edhe qetësinë derisa edhe bashortja Hazreti Hatixha e qetëson, ose ti kishe njëri mirë, njëri kërkues i kin hak, drejtësia jote, sjellja jote, mirësjellja jote, Zoti nuk të humb ty pse ka shumë të rënditën. E kuptojmë këtë që Hazreti Muhamedi alayhis salatu wasalam do thotë si njeri ka qenë njeri me të gjitha cilësitë, sifatet. Nëse një pejgamber ka pas trimnin, ky ka pas trimnin më të madhe, nëse drejtsinë më të madhe se ai. Çdo gjë do thotë që kanë poseduar pejgamberët e të kaluarës, ky ka përmbledhën ato, edhe Zoti thotë Kur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Në pejgamberin tuaj keni shembulltyrën më të mirë për ata të cilët synojnë të afrohen Zotit, edhe dojnë botën tjetër, shpërblimin apo fitoren në botën tjetër. E Hazreti Muhamedi alayhis salam, Hazreti Aisha dhe këtë gruaja vet thotë ka qenë Kur'an i gjallë. Kur'an do thotë ju e lexoni teorinë në Kur'an në libër, ndërsa në praktik e shihni vetë sjelljen e tina në çdo aspekt, si me familjen, me bashkëshortën, me shokët, me njerëz të thjeshtë, me të varfërinit, me ato mretit, me të gjitha shtresat e shoqërisë, i kemi kontakte dhe janë të ruajtura. Është shumë interesante biografia e tina, është ruajtur çdo gjë. Si ka fjetën, si është si ka filluar ditën, natën, hajën, pijen, mënyrën, veshjen, gjitha i ka ruajtur. Çfarë shkruan aty? Si është sjella me njerëzit të cilët kanë qenë të padëgjueshëm? Edhe ndaj tyne. Edhe ai thotë mirësjellja është ndaj atij që sillet keq, ti mos sjell mirë, se përndryshe nëse ai sillet mirë ti veç e ke kthen. Është sjell edhe me, për shembull, ajo më e madhja që mirret kur është çliru Meka, kundërshtarët që le kanë luftuar deri atë ditë, ka arritur më thonë jeni të falur krejt. Ata e kanë marrë pasurinë, ja kanë mbyt më të afërmit, e kanë luftuar në pa ndërprerjes, ai do të thotë njëri ka qenë sa faljen e ka pasur para çdo gjë tjetër. Edhe me këto incidentet e vogla nëse me dikani ka ndodhen, atëherë është treguar se është shumë njeri i madh. Nuk është nervozuar me të padijshmin, me njeriu që ka qenë i pakujdesshëm ndaj tina, përkundrazi gjithherë është vërejtën te ai personaliteti i lartë, se është thotë unë jam i zgjedhur nga Zoti, ai më bën edhe hajën edhe pijen, edhe do thotë edhe kur ka flejtën, se ai ka pas disa gjëra që nuk janë fort njohura në popull, ai ka pohën edhe formas. Do thotë safat ata që drejtohen xhami, pa u kthyer nga ata hiç, nga xhamati ka thënë o filan, plotësoi këtë vend, o filan tjetër nën. Do thotë ka qenë kështu njëri mbi atë që ne e njohim, prandaj ne e shpjegojmë vetëm si njëri sikurse ne e ka pranuar shpalljen, edhe sjelljet njerëzore i ka pas mbi nivel. O inni kala ala khuluqin adhim, se Zoti ka thënë jetin në pjedestal më të lartë moralit. Ja ka livduar në Kur'an në shumë do të thotë edhe gjymtyrët e tina, edhe mendjen, edhe ymrin, edhe gjitha këto Zoti vet i ka dhënë lavdatat mbi ta. Prandaj thotë ju nëse doni Zotin, fattabiuni yuhibbukumullah, atëherë pasoni ju rrugën e tina, esni gjurmëve të tina, fërkëmët të tina, suneteve të tina, aty e gjeni kënaqësinë e Zotit, përndryshe rrugët tjera mund t'ju shmangin, t'ju largojnë nga ajo që Zoti kërkon nga ju. Nuk është çudi se njerëzit tani në botë, edhe kur i kanë është një libër i cili ka dalë me 100 njerëzit që bota ka pas më të mëdha shkencëtarë, pejgamberë të tjerë, Hazreti Muhamedi është renditor i pari, pse është i kompletuar. Do thotë ne kemi edhe Isën, edhe Musën, edhe shumë pejgamberë të tjerë. Mirë po ata nuk kanë mund ta kompletojnë atë programin e tyre.
ky e ka pranu shpalljen, e ka vendos shtetin, ligjet, gjitha anët që duhet një shoqëri të funksionoj, ka arritën vetë të plotësoj. Komandant lufte, njëri gjykatës, familjar, bashkëshort, çdo element e ki model. Don bësh bashkëshort i mirë e ki si model. Don udhëheqës shteti e ki model. Don komandant lufte themi tash në qoftë edhe këtë marr, e ki se si ka komanduar luftën në çdo on. Prandaj thot Zoti e keni shembullin më të mirë për çdo gjë që e kërkoni. Faleminderit. Gjatë gjithë muajit mund kemi momente nga më të ndryshmet. Të përjetojmë situata të ndryshme dhe ne duhet jemi ata të cilët nuk guxojmë të bëjmë veprime të cilat janë në kundërshtim me veprimet tona që i detyrohemi muajit të Ramazanit. Vërtet ka përjetime të bukura ky muaj? Pavarësisht atyre se çfarë mund të na ndodh gjatë ditëve të ndryshme? Përjetimet janë shpirtërore në radhë të parë, që ne përgatitem anë të shpirtit dhe nga momenti syfyet dhe deri në kohën e iftarit mundohemi që të ruajmë agjërimin tonë. Sidomos me anë të përgojimit, fjalëve të negative që ka mundësi me dalë, dhe shpesh kemi transmetime që nëse dikush na ngacmon, sidomos të fëmijët që kemi nëpër shkolla apo të studentët apo dikush në punë, vetëm ai agjeron rreth i tij kolektiv, nuk ka agjeron agjerues. Në këtë moment e tha pejgamberi Zotit mësuesi dhe modeli unë që folëm deri pas për të, tha ti thuaj i agjerueshëm, që më dhon tjetrit një farë mesazhi që nuk guxoj të vazhdoj më shumë sepse jam agjerueshëm, nuk kam mundësi të vazhdoj. Se ka transmetime të tjera, Zoti atij qofshin fal, nuk ka nevojë që besimtari apo agjeruesi të ndalet nga pijet, nga ushqimit, në të kohë të vazhdojmë me punë negative. Për këtë arsye që ka agjerimi si kompletim që të na shtohet devotshmëria në radhë të parë, të vazhdojmë jetën tonë që kemi, po të jemi shembull dhe model për fëmijën tonë. E gradualisht bëhemi gati edhe për festën e Bajramit, apo? Sa është i rëndësishëm Bajrami pas përfundimit të muajit të Ramazanit? Festa Bajramit neve na pret me shumë gëzime dhe shumë begati dhe secili nga ne ka të lutjen që thotë o Zot pranona agjërimin e muajit të Ramazanit, mund të na presim Ramazan të tjerë. Gjeneratët e para kanë qenë ato që kanë qajt me sy në lot që inshallah kemi ymër dhe shëndet. 16 ditë radhas i kanë bëu dua që Zoti më pranoi agjërimin që kanë agjëruar dhe 16 tjerë kanë bëu dua që Zoti më dhon shëndetin me pas mundësinë në zonën Ramazanin që vjen vitin e ardhshëm. Kur jemi te festa e Fetë Bajramit që jemi më shumë solidar. Timi nga ata cilët mendojnë për radhë të parë për familjarët e tonë. Lëmosha më e mirë, se dhe koja më e mirë është kur besimtari jep në familjen e tij. Nuk bën të lënë familjarën e vet keq shkon të rreshti i dytë apo të kushia e dytë. Të mendojmë në radhë të dytë pastaj për fëmijët tonë që kemi afër që na rrethojnë. E në veçantë ndaj jetimëve dhe bonjakëve. Ka ardhur një burrë te pejgamberi Zotit dhe ka treguar se ju ka bërë zemra ngurt. Tash kemi shumë nga 33 tona që janë kohë nga stresi, depresioni. Këti burri i tha që me dash me largu këtë stres, këtë depresion, tha, gjithë një fukara një jetim, jepi një ushqim, tha, jepi pak ushqim, jepi disa të holla, lidha thë kokën e ti e harron këtë të lashe tuja. Me një fa mënyrë ka që më na mësu neve që ti ma solidarët, vizitojnë e mërzveti, traditat tona që kena pas të parëve tonë të vazhdojmë, dhe besoj që ka me qenë një gëzim që për gjithë besimtarët të presin, se cili për ty e mërë dikon qyshe vesh, të njën e vetë, roba të reja ka dëshirë të gëzën dikon tjetër, dhe kjo është shublimi ndoshta më i madh që besimtarët bën ditën e Fetë Bajramit. Është e bukur kjo, kur gjithë Ramazani shkon mirë dhe bëhemi gati për festën e Fetë Bajramit edhe i gëzohemi asaj që kaluam ashtu siç e planifikuam. Padyshim është një kurs shpirtënor. Se janë 30 ditë. 30 ditë, një kurs intenziv për ditë, do të thotë agjërimi, falja, lutjet janë gjatë tërë muajit, edhe tash ti vërtet siç ka thënë Hazreti Muhamedi, gëzimi i parë i besimtarit është kur e bën iftarin edhe i dyti kur e takon Zotin, e ditën e Bajramit ipen ato shpërblimet për agjëruesit, për njerëzit që kanë kontribuar, janë munduar në dinë prandaj është Bajram, në kuptimin me festu, një shpërblim që do ta marrësh prej Zotit dhe ke kryeni detyrë i liru nga ajo. E inshallah nuk zbehet edhe tani në kohën që po jetojmë ne vizitat të njëri tjetri ato si kemi pasi traditë, me uzbe. Tash mesazhe, telefoni kanë bërë që pak a shumë ta luajnë natyral mirë, po sot mundim kështu kishte mbledh si lloj apeli te televizionistët dhe besimtarët që
mos të humbet traditat të cilën e kemi pasur, me vizituan mas pari tafëmin ku fqinjet e tjera më larg ndonjë shokë e tjera, se kjo është traditë e cila e kanë rrit populli jonë edhe ka vlerën më shumë se çdo mënyrë tjetër që ne mund ta zavancojmë me një mesazh apo me një telefonat e tjera ku nuk shkon ja qel derën me pa përsafër me u përshëndet me bota të ri. Teknologjia po na mundson atë, por ajo afërsia shpirtërore nuk është e njëjtë. Pa hangra melcinën e shtëpisë. Edhe pa ja zgjat dorën e festës. E bukur. Faleminderit shumë. Nëse keni diçka për fund, ti uroni gjithë besimtarët, urdhëroni. Padyshim edhe ne lutemi për gjithë besimtarët si edhe për veten tonë që i Madhi Zot mas pari ta ketë pranuar agjërimin deri në këtë ditë, ta presim natën e Kadrit edhe bajramin e këtij viti. Inshallah i Madhi Zot në gjendjen e përgjithshme të popullit tonë, vendit tonë dhe mbar besimtarëve u përmirëson ka mira, ka prosperiteti, ka zhvillimi, ka johana vlerave njerëzore. Zoti i Madh inshallah këtë lloj edukimi që kemi marrë edhe shpirtënor në këtë muaj na ruan edhe pas muajit të Ramazanit, edhe bëjmë njerëz të mirë të dobishëm si për vete, shoqërinë edhe mbar njerëzimin. E pranoj Zoti, faleminderit. Unë shfrytëzoj rastin e radhës për të falenderoj ty ditë për mundësinë të jetën kohë për televizorin e vendit tonë të vështirë për stafin të mrekullueshëm që na ka mundësu si në kohë të iftarit të tjerë të zonës si të legjatat të aktive që kemi pasë së bashku, jemi shumë mirënjohës. Ndar Zotit vazhdojmë në jetën kohë dhe ndar Zotit kemi çdo festat mirë në popullin tonë. E shijova dhun këtë bashkëbisedim me ju, uroj më të mirat për ju, faleminderit. Faleminderit. Kemi përmbyllur këtu edhe këtë ligjërat, faleminderit që na ndoqët, ishte vërtet një diskutim i cili na mundsoi të flasim për shumë gjëra të bukura që lidhen me besimin islam e posaçërisht me muajin e Ramazanit.